Bashkia Shkodër ka nisur mëngjesin e së hënës zbatimin e projektit për rehabilitimin e bllokut të pallateve në lagjen Xhabie. Banorët e kundërshtojnë një projekt të tillë, ndërsa thonë se bashkia do krijojë parkingje në këtë pjesë të qytetit. Kanë ardhur 2 muaj që kërkojmë vetë, s'na ka shëruar kushte. Arsyeja pse bëhet ose si bëhet. Është kanë ardhur para javë tinza, kanë heq shtuat e ndriçimit ku ai javë që kalojnë fëmia, gratë e pleqt më shumë që se është rruga tonë ngropën në tërë. Kanë ardhur edhe sot tinza shpoj një gjysmë kanë heq vetëm bordurat atë kanë kryer punë. Asë një përgjigje, kena mundu me kontaktu me nën kryetarin e me kryetarin e pas e ka marrë mundimin kërkush më ardhe erdo. Aja pa shumë zënë me zero, për në që tja është tanë vetë, nësë kena ku me shku mo. Kanë ardhur pa besisht, me shkatru, që kena nërthu? Me taksat tona, zonja Ademi, me tonë pushtetit atje me rrogat, sa të ka ardhur me shkatru ajrin e tonë i ty fëmijëve. Me i këtë tender, me i këtë kanë ardhur me mlu, hajnin, asë gjën tjetër. Me letë në sy kur ka skavatorin i këto, kam të shku letë, s'na ka informu kërkush, vetëm kam thonë do në mu prish lulishtat. 450 firma janë marrë të familjarve, edhe nuk kam marrë parasysh as kur gjë. Një ndërtim i tillë ka ngjallur polemika mes institucionit të bashkisë dhe banorëve, pasi këta të fundit kanë zhvilluar protesta në kundërshtim të projektit. Pavarësisht kësaj, punimet kanë filluar në mbikëqyrjen e vazhdueshme të policisë bashkiake.